Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa ala adh-dhalimin, wa salatu wassalamu ala rasulina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahun e lartësuar lavdrojmë, qojmë salavat dhe selam me pejgamberit e tij Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes, shokëve dhe të gjithë atyre besimtarëve musliman që pasojnë rrugën e tij dhe udhëzohen me sunetin e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër, ashtu si që keni vërejtur në ngjarjet të cilat po i shpjegojmë në këtë cikël të ligjëratave me temën Erdhi një njeri, pothuajse se cila ngjarje e ka në vetin një specifik, një veçanti që dallon e bën të dallueshme prej të tjera. Qoftë me ndonjë detaj apo qoftë me ndonjë rrethan e kështu me radhë. Po ngjarja e sodit është krejtësisht ndryshe nga ato që ai kena shpjegu deri më tani, madje edhe që kisha thonë me imagjinu se çfarë mundet me qenë ajo është larg për më imagjinu ajo. Për arsye se sot kemi të bëjmë me një ngjarje që dallon prej të tjerave, pra nuk është që vjen një njeri edhe pyet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam për një gjë, nuk është që një sahabi kërkon këshill prej Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, në fakt ky njeri që vjen nuk ishte musliman, ishte mushrik dhe nuk e kishte pranuar islamin dhe nuk kem të bëjmë me ndonjë hall apo me ndonjë telashe që ka pas dikush prej njerëzve dhe ka ardhur te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me gjetë zgjidhje. Por kemi të bëjmë me një plag në historinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, me një ngjarje që është nga ngjarjet më të vështira apo më të rënda për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Një ngjarje që ka të bëjë me një besë që thehet, për arsye se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tradhtohet, një marrëveshje shkelet dhe një grup më i mirë i shokëve të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam e psojnë edhe vriten. Prandaj në fakt, unë nuk në fillim kum dash mos me përmend këtë seri këtyre ligjëratave, këtë ngjarje, po është një ngjarje që është thash pak më herët tragjike, po edhe nga kjo njëri mëson, edhe përfiton, edhe ka dobi, prandaj edhe në këtë rast e mësojmë për manifestimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam edhe qasjen e tij në këtë tradhti, me dhimbjen që kanë di, për me kuptuar që edhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në këtë dynjë është ballafaqur me vështirësi dhe me rrethana të ndryshme, megjithatë ka bërë sabër, edhe kjo nuk ka qenë shkak me dal apo me lan misionin edhe emanetin me cilin është ngarku, po ka vazhdu pavarësisht vështirësive edhe rrethanave. Ngjarja në histori njihet, ngjarja i thuhet el bi'rul mauna, që nëse përkthejna në shqip, domethënë pusi i maunës, apo burimi i maunës, që ka të bëjë me një ngjarje që ka ndodhur te një pus që e ka pas emrin Maune. Prandaj edhe ka marrë në histori këtë titull, pra nuk do të shpjegojmë vetëm një hadith sot, mirë po do të hapëm një faqe nga historia e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, faktikisht një faqe dhimbshme, edhe do ta trajtojmë atë me lejen e Allahut. Ngjarja për cilën do të flasim ka ndodhur në vitin e 4 të Hijretit, parafërsisht në muajin e 2, pra në muajin Sefer, edhe e transmetojnë apo e përcjellin këtë ngjarje Buhariu në koleksionin e tij, edhe Muslimi dhe të tjerët në përgjithësi me versione të ndryshme. Edhe na do ta përshkruajmë edhe këto versione, po gjithashtu edhe do t'i bëjmë do detaje dhe sqarime që ndërlidhen me vetë ngjarjen historike që ka ndodhur. Enes ibn Maliku e përcjell, thot, një ditë në Medinë erdhi një nga prisit e njohur të arabëve. E ka pas emrin Abu Bara Amir ibn Malik. Ky nuk ka qenë musliman, ka qenë prej paris të fisit të vet, dhe fisi i tij ka qenë në krahinën e Nejdit, që me thonë krahina e Nejdit është për qëllim Riyadi kohës së sotme, parafërsisht, që është larg prej Medinës 1000 kilometra e më shumë. Domthonë në këtë krahinë bëhet fjalë, ky ka qenë
prej këtij rajoni, edhe vjen te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, takohet në Medinë, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e thret në Islam, bisedon me të, ja paraqet Islamin, por ai nuk ishte që ishte bindur edhe se pranon Islamin. Pra nuk ishte armiqësi me Muhamedin sallallahu alaihi wasallam, por nuk e ka pranuar Islamin. Edhe don mi dhuru një dhurat Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, mirë po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk e merr. Dhe kjo është ajo urtësia e tij, nuk e merr thot për arsye se nuk pranoi dhurat nga jo besimtar, nga mushrikët, idhujtarët. Dhe kjo është domosdoshmë temë në veti, a lejohet pranimi i dhuratave nga jo besimtarët edhe nga mushrikët, idhujtarët në përgjithësi, e sakta se ka raste që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka pranuar dhurata, mirë po në këtë rast e ka refuzuar dhe ulemat kanë thënë shikohet cila është më e dobishme. Nëse është më e dobishme mos me pranu dhuratën për shkak të ndonjë ndikimi apo synimi, atëherë kjo do të ishte më e drejtë. Mirë po nëse rrethana është që me pranu dhuratën është më mirë, atëherë lejohet me pranu dhuratën edhe prej jo besimtarve në përgjithësi. Për arsye se që tham, në këtë rast pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk e ka pranu dhuratën prej jo besimtarve, po kemi raste tjera në cilat e ka pranu dhuratën edhe nuk e ka refuzuar. Prandaj kjo i nënshtrohet rrethanave edhe situatave. Sidoqoftë, kjo temë në veti, po masi e përmendëm, pra vetëm dashta me e sqaru për me pas parasysh. Edhe ky Ebu Bara Amir ibn Malik i thot pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, pra nuk bëhet musliman, thot po apo mi lejon apo mi shoqëron disa nga njerëzit e tu, nga shokët e tu, që të vinë me mu në venin tem atje, edhe le të predikojnë ata Islamin, edhe le të mësojnë njerëzit për Islam, e ndoshta dikush i pason edhe bëhet musliman. Kjo ishte kërkesa e tij, ishte i sinqert, nuk ishte që donte me bë kjo një tradhti, ta keni parasysh. Për arsye se, pra edhe pse s'o bë musliman, raportet me Muhamedit sallallahu alajhi wasallam i kishte mirë. E pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i thot i kisha dërguar mirë, po veni është shumë larg, edhe ka shumë pabesi nëpër ato anë, edhe kam frikë që dikush i sulmon edhe i vret këta. Atëherë thot unë po i marr në mbrojtjen time. Ky ka qenë i pari i fisit, po i marr në mbrojtjen time si besatim që ku mi mbrojt. Domthonë nuk kam arrit askush me bë diçka ndaj tyne. Edhe kjo praktik i thuhet në gjuhën arabe el-aman ose el-jiwar, ka qenë e njohur tek arab në atë kohë, në kohën e ignorancës, njeri kur e ka dhënë garancën për dikun, pavarësisht a kon armik i dikujt tjetër, se ka nguc, për arsye se ka kuptuar që nëse me të ka punë, atëherë do të hap, do thosh tek që mundet me pas punë edhe me atë që ja ka dhënë garancën atij njerit. E njëjta ka ndodhur me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, kur ka dalë prej Mekës edhe ka shku në Taif, e keni parasysh edhe Taifi e ka dëbu, kur ka dashur me hyrë në Mekë, nuk e kanë lënë mushrikët e Mekës me hymo. Derisa një person prej Paris Mekës, që e ka pas emrin Mut'im ibn Adi, ka qenë prej Paris Mekës, nuk ka qenë edhe ky musliman, ka dalë edhe e ka marrë pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, ka thonë kjo është garancën time, do thonë mbrojtjen time, edhe ka shti në Mekë, e ka rikthy në Mekë, edhe nuk e ka ngucë mushrikët e Mekës për shkak të asaj, që me thonë një lloj vize, një lloj në aspektin diplomatik tash, domethënë një lloj pra imuniteti që mos me guxu me prek të tjerë. Pra kjo ka qenë e njohur, edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur e ka dhënë ky njeri, ja shoqëron atij, po thot Enes ibn Maliku, 70 kurra. Kush janë kurra? Në gjuhën arabe kurra janë njerëzit e dijes, edhe njerëzit që e lexojnë Kur'anin dhe mësojnë Kur'anin shumë. Kështu quhen, kurra. Edhe këta njerëz kanë qenë vërtet që i përshkruan Enesi, shoku i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, kanë qenë njerëz nivelin më të lartë edhe të diturisë, po gjithashtu edhe të praktikës. I përshkruan thot natën lexonin Kur'an, falnin namaz, bënin adhurime, ditën bënin punë.
ose mlidhnin drunj, ose bënin punë ndryshme, edhe fitonin ndonjë pasuri, edhe me qatë pasuri pastaj i ushqenin të varfrit. Pra kjo ka qenë karakteristika e pra njerëzit nivelin më të lartë të përkushtimit edhe të ibadetit. Pra njerëzit afër të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Edhe ja shoqëron pra këtij njeri pra këta 70 qura edhe shkojnë këta. Po si duket nuk shoqërohen, domethënë udhtim nuk janë bashkë me këtë njerin, nuk janë bashkë ashtu skuptohet që janë do thot në shoqëri me këtë njerin. Edhe çfarë ndodh kur arrin në çet vendin Bi'rul Mauna, domethënë në këtë ky pusi, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ja kishte dhënë një letër njërit pe këtyre njerëzve që ka qenë daja e Enes ibn Malikut, po daja jam. Thot, ja ka dhënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam një letër atij, si një lloj letre zyrtare, me thon kushtimisht, m'ia dërgu një udhëhesi të fisit të njëjtë me të cilën ka qenë ky person, po ai ishte udhëhes që këta njerëz janë pra njerëz të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe mos mi sulmu edhe mos mi luftu. Edhe kur shkojnë te ky fis, te ky pusi, që ky daja e Enesit e merr atë letrën dhe thot po shkoj po e takoj këtë njeri, e ka pas emrin Amir ibn Tufail. Çto ka pas emrin ky udhëhesi këtij fisi, e ka njoftë edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, e kanë pas një rrethon, një situatë takimi më herët. Edhe Amir ibn Tufail, ky shkonte Amir ibn Tufail i afrohet edhe ju thot atyne mos hajdni mas meje, rrini larg për arsye se nuk i besohet, ka mundësi edhe na tradhton. Edhe shkon edhe ja dorëzon letrën. Amir ibn Tufaili kishte një urrëtie ndaj Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, për arsye se një kohë më herët, para disa muajve, kishte ardhur te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe i kishte thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, unë po bëhna musliman, po i kam do kushte. Cilat janë ato kushte? I ka thonë kushti jam që me do udhëhesjen unë ti baraz. Ti merr përsipër mi udhëhes qytetet, kurse unë nomad, do thot beduinit nëpër si udhëhesje në Arabis. Mirë, po pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk pranon se kjo nuk është pejgamberia, nuk është udhëhesje, nuk është politik. Atëherë ja ofron një ofertë tjetër, thot mirë, pra, nëse s'po don kështu, atëherë masi që të vdesësh ti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, unë me kon zavanci jot. A keni parasysh? E ka kërku udhëhesjen mas tina. Edhe këtë s'ja pranon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot jo, për arsye se kjo nuk është trashëgimi. Edhe ja bën edhe një kusht tjetër, e refuzon edhe pejgamberi ky Amir ibn Tufaili nuk e pranon Islamin. Domthon largohet prej Muhamedit sallallahu alajhi wasallam me një urrëtie pse s'ka mujt me bacha ka synu, për arsye se ky ka synu pushtet. Edhe tash në këtë moment kur i ka ardhur letrat prej pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ai e ka marr letrën po se ka lexu, nga inati, nga urrëtia, edhe bëhet i afrohet këtij dajes Enesit radiallahu ta'ala anhu, edhe i thot po mirë në rregull, edhe ja bën me sy, me shenjë dikuj që ishte afër, domthon pe njerëzve të vet që me e sulmu edhe me vra. Edhe ai e afrohet nga mrapa dhe e therr me shtizë në shpinë, edhe ja nxjerr shtizën ka barku edhe fillon mi dal gjaku. Edhe kjo ishte do thot vrasje në tradhti. Për arsye se në përgjithësi atëherë edhe sot gjithmonë korrierët, njerëzit që bartin letra edhe bartin mesazhe nuk vriten. Dhe kjo ka qenë e njohur edhe atëherë edhe tash. E ki domthon parasysh luftë me ka njerëzit, kur dikush vjen me një lajm, e ka një letër, pritet. Edhe pranohet ose refuzohet, po ai është do thot në mbrojtje. Ajo ka qenë edhe në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Mirë, po kjo e ka thënë nga urrëtia që kishte ndaj Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. Edhe e vran pra shoku i tij, i del gjaku, edhe ky e ka pas emrin Haram ibn Milhan. Kur e shes gjakun, e marr në bakun edhe e gjakun do thot e merr në fytyrë, domthon nga dhimbja që ai ka, edhe thot fuztu wa rabbil Kaaba. Që nëse përkthejnë në shqip, po thot
kom fitu para Zotit, pasha Zotin e Qabës. Me një fjalë, ra shahid. Edhe pse dhimbje sende, megjithatë e ka marrë do thot këtë si përgëzim që ka ra shahid në rrugën e Zotit Madhreshëm. Edhe pse është tradhtu, edhe ky vdes me një herë. Çka ndodh tash me këta 70 që ishin te ky pusi, ky me një herë e organizon në befasi një grup njerëzve, mas pari kërkon prej njerëzve të vet, po ata nuk pranojnë me ju bashkangjit, po shkon në 2-3 fise tjera që ishin pak më larg, ata i bashkangjiten edhe i sulmojnë edhe i vrasin këto 70 shokë të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam në pabesi. Të gjithë i vrasin, përveç 1 ose 2 kanë transmetime që kanë ardhur. Domthon këta nuk kanë mujt me vra, për arsye se në ato momente nuk kanë qenë në grup, aty kanë qenë jashtë, ose kanë shku me marrë diçka, ose mi lshu devet, mi rujt apo diçka, edhe ata nuk kanë mujt me vra. Edhe kur kanë ardhur ata, pra masi që i kanë vra, i kanë përgjake, i kanë masakru, kur kanë nis ata dy më kthy tek grupi i tyre, i kanë pa zëgjt për mi do thot ati vendin, edhe kanë dyshu që diçka ka ndodhur. Pra arsye se keni parasysh kur i sheh që zot që shëtisin, aty ka diçka. Prandaj edhe nalën, thonë nuk po shkojmë se ndoshta ka ndodhur tradhti dhe s'kan ditë tash çka më bë. A me shku te shokët apo më kthy te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe këta dy tash njëri thot po shkojmë, njëri thot po kthehem. Edhe ky që thot shkojmë ti kallxojmë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ti kallxojmë se çfarë ka ndodhur. Mirë, po ky thot njëri prej tyre thot ma kam qef me kon prej atyne që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i kallxojnë për mua se unë më i kallxoj për dikon tjetër. Me një fjalë me kon unë në mesin atyne se sa me kon për atyne që ja përcjelli lajmin se çfarë ka ndodhur. Edhe kështu dohen, ky shkon me grupin, ky nis mu kthy te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe vrasin edhe ata që kthehet ai grupi, pra që i kanë tratu, edhe vetëm njëri kthehet te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe ja kthen lajmin se ka ndodhur tradhia, ka ndodhur pabesia, edhe 70 vet, pra nga shokët më të ngushtë të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam edhe më të dijshëm, pra kanë vdekur. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam mërzitet shumë, dhe kjo është një nga çastet më të vështira dhe mas keshti faktikisht e ka pritë edhe këtë lajm, për arsye se edhe tradhti, po njëjtin kohë edhe humbje e disa njerëzve që kanë qenë shumë të vlefshëm te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, prandaj edhe për këtë shkak mërzitet shumë. Edhe çka bën Muhamedi sallallahu alaihi wasallam një muj ditë bën dua për çato 3 fise kanë qenë që kanë marrë pjesë në këtë tradhti dhe i kanë myt këta musliman. Kur bën dua mas çdo namazi apo brenda çdo namazi, edhe në sabah, edhe në drek, edhe në kindi, edhe në akşam, edhe në yatsi, në rekatin e fundit, kur ka shku në ruku, edhe kur o qu pe i rukus, para se me shku në sejdë, i ka qu durt, si kur doan e kunuti që i bojmë në salatul vitr. E keni parasysh, që ashtu njët ka ba doa një mujdit ran për këto 3 fise, edhe për këtë njerin, do thot që e ka tratu Amir ibn Tufejl. Një mujdit ran, për shkak të kësaj fatkesie dhe kësaj rrethane. Prandaj edhe nga kjo nxjerrëm që musliman kur janë ndonjë vështirësi dhe ndonjë rrethon, lejohet në këtë rast me bë dua për vete ose për muslimanët e ndryshëm në këto pra namazet farze, sikurse në duan e kunutit, njëjtë do thot, para se me kry rekatin e fundit, pra kur qosh prej rukus. Pra një mujdit. Edhe ajo që ka përmendet në këtë rast është që ky njeri që ka ba tradhtin Amir ibn Tufejl, Allahu i Madhreshëm ja bën me vdek me një vdekje shumë të nënçmuese. Fillimisht ky personi Abu Bara që e ka marrë përsipër me u kujdes edhe me i rujt këta njerëz, vdes në këtë situatë, në këtë rrethon shumë shpejt, edhe prandaj edhe Amir ibn Tufejli arrin, pra edhe ky ishte një farë udhëhesi i fisit, pra nuk e dëgjon edhe nuk e merr përsipër atë kujdesi edhe mbrojtje që ka marrë
për veti ose për mbrojtjen këtyre njerëzve kushëriri i tij, pse e ka pas djalë miqës këta, edhe e bën këtë tradhti, edhe ky nuk arrin me bë kur gjë për arsye se vdes. Ky njeri i besu shumë, vdes, djali i tij tenton me u hakmer, mundohet me therr, po nuk arrin me e vra, mirë po ky smuret, pas një kohë shumë të shkurt, smuret me një smundje që si një lloj tumori apo s'podin në lkur, do thot në kam, edhe ajo fillon me u rrit, edhe nga ajo pra tregohet se nga nënçmimi, pse po i ndodh ajo, i hyp kalit edhe ik prej fisit vet, për shkak se mos me një vetën nënçmuar para njerëzve që e njohin, edhe thuhet se ka vdek në shkretir me një vdekje shumë të nënçmuese. Edhe kurse sa i përket këtyre 3 fisëve të cilët i kemi përmend, shumë prej tyre kanë vdek me një pra si jo besimtar, po ka prej tyre edhe që kanë pranuar Islamin edhe janë pendu, edhe Allahu i Madhërisht ja u ka fal këtë gabim të cilën e kanë bë. Pra kjo është ngjarja që përmendet në përgjithësi, dhe që thash pak më herët, unë nuk një herë në fillim nuk doshta me e përmend në këtë cikël të ligjëratave, për arsye se nuk ka ndonjë dobi, ndonjë fjalë apo është ngjarje shumë e rëndë e vështirë për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, po pastaj vendosa me e përmend për arsye se për me e kujtu një gjë shumë të rëndësishme që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk ka qenë jeta e tij, edhe misioni i tij, edhe daveti i tij, thirrja e tij, mësimi i njerëzve gjithmonë e shtruar me lule do thot edhe e hapur, po është ballavaçuar me vështirësi të ndryshme, sikurse kjo tradhti që i ka ndodhur. Po megjithatë, kjo nuk e ka zbraps që dorëzohet, po ka vazhdu tutje me e qunë vend emanetin me cilën Allah i Madhërisht e ka ngarku, pra me qu tutje shpjegimin edhe mësimin e Islamit njerëzve në përgjithësi, pavarësisht vështirësive edhe pavarësisht rrethanave apo situatave. Pastaj, kjo tregon që vërtet duhet me pas parasysh që në këtë dynja ai njeri që punon për fe, që është do thot gjallë, pavarësisht situatave rrethan, do të ballavaçohet me sfida edhe vështirësi. Po i fortë edhe i suksesshëm është ai i cili bën sabër edhe i tejkalon ato, çashtu që i ka bë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Pastaj prej gjërave që gjithashtu duhet ta kem parasysh në këtë ngjarje është edhe ajo çështja e tradhtisë. Vërtet një nga gjërat më të urrëtura, më të rrezikshme, mëkatet më të mëdha që mundet me i bën njeri është tradhtia. Domthon kur e jep fjalën, posaçërisht në marrëveshje, a je me musliman apo edhe me jo musliman. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i ka nejt gati, edhe ajo që ka vret më së miri në këtë situatë është se e keni parasysh që ky njeri që ka pështu tham edhe që ka shku te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, gjatë kthimit i ka taku në rrugë 2 njerëz prej fisit që e kanë sulmu edhe i kanë mbyll këto 70 veta. Mirë po, këta e kishin një lloj mbrojtjeje që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ja u kishte dhënë atyne, pra që tyne 2 persona. Edhe ky kur i ka taku ata në rrugë, është përshëndet me ta, kur e ka marrë vesh se kush janë, edhe ky i ka vrarë ata. Natën i ka vrarë si hakmarrje për shkak të vrasjes së atyre 70 vetëve. E keni parasysh? Edhe kur u kthye te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i ka tregu, ka thonë 70 i kanë vrarë, edhe 2 thot në rrugës tu kthy, i kum taku prej fisit aty që na kanë tradhtu, edhe i kum vrarë thot edhe ata. Mirë po pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk pranon kët barazi, me një fjalë që është bë, thot jo, neve atyre ju kina dhënë fjalë, edhe i kemi majt në mbrojtjen tonë, prandaj na duhet mi pagu atyre atë shpagim për shkak do thot asaj vepre që ke bati, jo qëllimisht, pa qëllim, po na duhet me njëjt fjalës tonë Zot. Edhe i ka shpagu familjet e tyne për shkak do thot që ti veprimin të këtij sahabiu që e ka bën nga mosdia, jo qëllimisht. Pra nuk e ka ditë që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i ka në mbrojtjen e tij. Pra këtu e shohim që Muhamedi sallallahu alajhi wasallam nuk ka thonë që kjo tradhti është për atë tradhtin që e keni bë ju. Jo, i ka nejt gati edhe me familjet është hallashtis do thot në këtë formë. Edhe prej dobive tjera që mujmë e kuptu është edhe ajo se vërtet
ajo qasja e këtij personi që është therrë me thik, me shtizë nga mrapa, edhe si ka thonë fitova pasha Zotin e qabës. Pra, edhe pse dhimbje, edhe pse shahid e ka ditë që jam duke do më ra dëshmor, edhe kjo do von një veprim që tek Allahu i Madhreshëm vlerësohet, prandaj edhe e ka konsideruar megjithse këtë dynja do të psoj edhe do të vdes, tek Allahu i Madhreshëm do të del fitimtar, për arsye se ka vdek duke qenë prej atyre që është i kënaqur Allahu me ta, edhe është i kënaqur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me të. Pra, s'po du me zgjatë se faktikisht ka shku ma gjatë se zakonisht kjo ligjerat, po si do qoftë po du me e përmbyll me pak fjalë edhe me thonë vëllezër të nderuar, kështu është jeta muslimanit. Pejgamberi sallallahu ka qenë pejgamberi i Zotit, nuk e ka ditë fshehten, nuk e ka ditë çka mundet me ndodhë të ardhmen, po edhe ka vepruar në bazë të rrethanave dhe situatave, edhe kur është ballavaçuar me vështirësi, ka bë sabër, ju ka dorëzuar Zoti i Madhreshëm, edhe nuk ka zbraps me thonë mu dorëzu, edhe pse ka qenë shumë e vështirë kjo, megjithatë ka vazhdu tutje derisa e ka qenë vend emanetin me cilën është ngarku nga Allahu i Madhreshëm, wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahu ju nderoft.